Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e madhëruar e falenderojmë, paqja mirësitë bekimet e Allahut që fshim dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Ajo që do ndajmë shkurtimisht sot inshallah Zotit, ka të bëjë me një tip harte ose disa hapa të cilat i kanë përzgjedhur dietarët e Islamit. Si besimtari duhet të ndërtojë raportin me gjunahun, me mëkatin. Dhe s'ka dyshim që kjo është shumë e rëndësishme. Mëkati duam apo s'duam ne, gjunahu është diçka që e prek të birin e Ademit. Gjithse cilin prej nesh. S'ka njeri të kulluar, nuk ka njeri me lek që thuhet, dhe nuk ka njeri të pagabueshëm. Për këtë kemi rënë dakord që të gjithë, dhe këtë gjë e thot vetë pejgamberi alayhis salam kur thot çdo biri i Ademit është gjunafçar, mirëpo më i miri i gjunafçarëve është ai i cili shpejt reflekton dhe pendohet. Mirë po, Allahu i shpërblet me të mira ata njerëz të mençur dhe të dijshëm, kanë hulumtuar, kanë medituar dhe kanë përpiluar një si tip harte, disa hapa të cilat besimtari duhet i ketë në jetën e tij në mënyrën se si ndërton raportin me se apo me çfarë? Me gjunahun, me mëkatin. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe thonë, ai i cili ai shëllon në këto pika, në këtë hartë, në këtë manual, me ndihmën e Allahut të lartësuar, do të triumfojë mbi të keqen, do të triumfojë mbi shejtanin e mallkuar dhe do të triumfojë mbi veten e tij. Për mos u zgjatur shumë në parathënie, gjë e parë që duhet kemi parasysh, do t'i marrim inshallah Zot shumë shkurtimisht, por nëpërmjet disa pikave. Gjë e parë që duhet kemi parasysh është ajo për të cilën ne e theksuam. Çdo rob Zoti është gjunafçar dhe është gabimtar. Nuk ka mundësi që dikush të jetë i kulluar pa gabimet e pa mëkate. Madje shpesh herë ndodh dhe befasohemi se si ai njeri i cili pretendon veten e tij ose pretendon veten e tij si melek të kulluar pa gjunahe, ja shfaqet Allahu i lartësuar me kalimin e kohës se realisht ishte i mbuluar me mëkate dhe me gjunahe. Ky njeri, dhe Zot na ruaj nga kjo gjendje, nuk kupton që gjunahet janë dy lloje. Gjunahet të cilat janë gjunahe të dukshme, lehtësisht i konstaton gjithkush. Dhe gjunahet të pa dukshme të cilat janë shkatërimtare, që kanë të bëjnë me çështjet e zemrës, siç mund të jetë syfajësia, siç mund të jetë hipokrizia, mendjemallësia, dakord, nënçmimi i të tjerëve, dhe dëgjoni se çfarë thot pejgamberi sa i mjafton besimtarit, muslimanit si mëkat, si gjunaf, en yahqira akhahu al-muslim, të nënçmojë vëllain e tij besimtar. Mjafton. Pra imagjinoni pak, ai nuk e ndjen, ai nuk e kupton diçka të tillë. Nuk e kupton. Ndërkohë, pa kuptuar, pa ndier, ai mund të nënçmojë, mund të nënvlesojë, ignoron, thyen, ndjenja, zemra, pak dhe kujton sikur për veten e tij, ai nuk ka bërë mëkat dhe nuk ka bërë gjuna. Kjo është pika e parë. Në momentin që ne konstatojmë se jemi ndoshta të mbuluar me mëkate dhe me gjunahe të dukshme dhe të padukshme, atëherë çfarë? Kjo automatikisht na transmeton modesti. Modesti, pikë së pari, një, dhe e dyta, një mobilizim të gjithë anshëm me gjithë qenien tonë për të marrë me veten tonë. Prandaj dhe çfarë thon, ai i cili ka këtë raport me veten, me gjunat e vetes së tij, nuk ka kohë, nuk ka vakt që të merret me të tjerët. S'ka kohë, nuk ka vakt që të merret me të tjerët. Nëse gjën kohë, do merret në kuadër të këshillës, dashamirësisë, atje ku ka vend, me aq sa i ka hi apo është e pranueshme. Pse kjo gjë? Sepse ai di shumë mirë që misioni i tij është të ndërtojë, të lartësojë, të pastrojë dhe të shpëtojë veten e tij. E di edhe shumë mirë që është mëkatar dhe është gjunafçar, atëherë shikoni automatikisht përfiton dy gjëra shumë madhështore. E para cila ishte i përulur modest. E dyta s'merret me njerëzit, po merret me veten e tij. Prandaj nëse shikon dikë i cili merret me të tjerët, përgojon, merret me thashë theme dhe sulmon të tjerët, dakord? Dhe të tjerët i bëjnë gjunafçar dhe mëkatar, ndoshta hipokrit, ndoshta të dalë prej feje, ndërkohë kur vjen puna nuk guxon dikush që t'i japë një këshill për shembull këtij personi, atëherë ta di që ky është njeriu i cili ka braktisur e ka lënë shtëpinë e tij e ka të shkatruar dhe merret me të tjerë. Me shtëpitë të tjerëve ose me të tjerët. Kjo është e para shumë e rëndësishme. Pika e dytë që duhet kemi parasysh është besimtari
nuk është si njerëzit që nuk kanë fe dhe nuk kanë Zot. Dakor, të gjithë gabojnë. Po në varësi të devotshmërisë, në varësi të dijes, në varësi të vetëdijësimit, tani të lutem, nuk mund të presupozohet që prej një njeriu i cili ka fe, ka devotshmëri, ka vetëdije fetare, atëherë po. Janë disa vepra që ky njeri nuk i bën. Prandaj shikoni se si ne jemi të gatshëm, për shembull, deri në kufijtë e betimit të betohemi për dikë që ai nuk e ka bërë këtë vepër. Pse kjo gjë? Sepse ky njeri ka ndërtuar një imazh, ka ndërtuar një vetvete, një raport me Zotin, me të tjerët, saqë prej këtij njeriu nuk priten vepra të tilla. Prandaj çfarë thonë? Janë disa zona të minuara ku një besimtar me vetdije të plotë dhe i devotshëm nuk shkel në ato zona. Nuk pritet prej këtij besimtari që të bëjë diçka të tillë. Dhe kryesisht kanë përcaktuar 3 zona shumë të rëndësishme. Zona e parë është shirku, është idhujtaria dhe është hipokrizia e madhe. Shirku, idhujtaria, mohimi, Zot na ruaj, dhe hipokrizia e madhe. Zonë e minuar. Nuk shkel aty besimtari. Pse është padresi e madhe që i bëhet kujt? Të madhërishmit, Allahu të lartësuar. Zona e dytë, apo kategoria e dytë e gjunave që besimtari ruhet shumë dhe bën maksimumin të jetë larg tyre, janë padresitë, me të gjitha format e tyre. Është dhulmi, është zulmi. Aty ku ka padresi, besimtarin e ke larg. Padresi. Pse? Sepse pejgamberi alayhisalam çfarë thotë? Padresia është errësirë e madhe në botën tjetër. Prandaj padresi në jetë, padresi në shëndet, padresi në nder, padresi në pasuri, padresi në ndjenja, padresi në të gjitha format, besimtari e quan një zonë e minuar. Ora unë mund gaboj, unë mund bëj gjuna gjatë ditës, por t'i bëj padresi dikujt në jetën e tij, në ndjenjat e tij, në pasurinë e tij, në hakun e tij, me vetdije, në të gjitha format se si mund t'i qasësh padresisë, me përgojim, me intriga, me format ndryshme, jo, besimtari këtë e quan zonë të minuar, nuk shkel aty. Zonë të minuar, nuk shkel aty. Prandaj, një hadith madhështor, po shumë i frikshëm, çfarë thotë pejgamberi alayhisalam? Thotë që janë disa prej gjunave që janë më meritore, që Allahu i lartësuar të zbresi të zbresin dëshkimin shpejt, përpara se të rezervoj dëshkimin në botën tjetër për personin, është padresia, dhulmi dhe uquq, dhe sjellja e keqe me prindrit. Pra nëse ka një gjuna që robit nuk i arkivohet në dëshkimi për në botën tjetër, mirë po Zoti i lartësuar e zbret, shkon shpejt, e zbret shpejt në dëshkimi që në këtë botë, Allahu na ruaj, është zulmi, është dhulmi, është padresia që i bëhet dikujt, dhe tjetër sjellja e keqe me prindrit. Allahu na ruaj nga të dyja. Prandaj, të gjitha format e padresisë, besimtari qëndron larg me të gjitha format. Pastaj kërkon falje Allahu të lartësuar. I lutet Zotit gjithësisë mos bën padresi, pastaj kërkon falje Allahu të lartësuar nëse ka rënë për diçka që ai nuk është i vetëdijshëm, madje bën edhe një hap tjetër nëse konstaton se dikë e ka lënduar, e ka rënduar, shkon dhe i kërkon hallalin. Shkon dhe i kërkon hallalin dhe më mirë të ulësh kokën sot, dhe të ulësh hundën që thot populli sot, përpara se të vijë një moment ku çfarë thotë pejgamberi sa, nuk e shlyhen dot me flori dhe me argjend. Mirë po e shlyhet me vepra të mira, Zot na ruaj. Zonë tjetër e minuar për besimtarin, dhe që aty kur nuk duhet që të shkeli, cila ishte e para? Shirku, idhujtaria, hipokrizia. E dyta, padresia. E treta, gjunahet të cilat quhen robi ndrohet në mundëmi, krijon varësi. Gjunahet janë dy lloje. Gjunahet të cilat janë kalimtare dhe gjunahet për të cilat robi krijon varësi. Pa kthehen në vese. Për të cilave më është jashtëzakonisht e vështirë që të heqë dorë. Këtu fol sa duash për drogën, për alkoolin, për duhanin, për thashethemet, për përgojimet, edhe kjo krijohet vesë. Pa nëse ulesh në një trapez, dikush për shumë që merret me thashetheme, merret me intriga, merret me përgojime, merret me ligësi, në një ambient fetar, në një tavolinë për shembull, ku ka vëllezër që nuk e pranojnë një menu të tillë, ai nuk ndihet mirë. Pse? Se ka krijuar vartësi.
Ai do të flasë, do të përgojoj, do të merret me njerëz, do të sulmoj, dakord? Prandaj të gjitha format e gjunave ku njeriu mund të krijojë varësi prej tyre, dakord? Dhe kthehen pastaj në vese dhe këtu pastaj shkatërron veten e tij, shkatërron të gjithë edhe njerëzit që e rrethojnë, duke filluar nga familjarët dhe më gjë, besimtari qëndron larg. Besimtari qëndron larg. Mirë, po përse gjunaja jemi duke folur pastaj? Për ato gjunaje të cilat janë thjesht kalimtare dhe përjashtime në jetën e besimtarit, ku s'ka rob Zoti që mund të shpëtojë prej tyre. Kjo është trajtesa ajo. Sepse shirku, idhujtaria, hipokrizia, mohimi, besimtari është dëlir, larg këtyre gjunave. Tjetër, padrejësia me vetdije. Besimtari është larg, nuk bën padrejësi me vetdije. Ose përndryshe pastaj, këtë besimtar duhet ta marrim dhe ta ulim, dhe filluar që nga vetja jonë dhe ta furnizojmë me vetdije fetare. Dhe t'i mësojmë disa koncepte të cilat janë të domosdoshme. Dakord? Është i papërgjeshëm një njeri i tillë, shumë guximtar, shumë i guximshëm. Tjetër, besimtari përpiqet të jetë i dëlir dhe nga ato gjunaje të cilat çfarë krijon vartësi dhe janë vese. Nëse shpëton nga këto të trija, nga këto tre kategori, çfarë na mbeti për trajtuar pastaj? Ato që ne askush prej nesh nuk shpëton dot. Janë gjunaje, janë mëkate, por janë përjashtime dhe janë kalimtare. Nuk janë në kategorinë e shirkut, nuk janë në kategorinë e padrejësive, as nuk janë në kategorinë e kujt të atyre mëkateve dhe gjunave që nuk kanë krijuar varësi. Po çfarë është? Rob Zoti jam edhe gaboj Allah. Por është përjashtim, nuk është përditshmëri, nuk është normë në jetën time. Tani lexuan në namaz nga surja Ali Imran. Nga surja Ali Imran. Çfarë thotë Allahu i Lartësuar? Thotë dhe njerëz madhështor dhe të devotshëm që do të trashëgojnë xhenetet e Allahut të Lartësuar, janë dhe ata të cilët vijnë me gjunaje të mëdha. Me gjunaje fahishe, ka quajtur fahishe, gjunaje të mëdha. Mirë po, çfarë bëjnë? Në momentin që e bëjnë këtë gjuna dhe e bëjnë këtë gabim, cila është veçoria e tyre, kush po thotë? Dhekerullah. Kujtojnë direkt Allahun. Nuk lën hapësirë kohore që të zërë vend mëkati gjunau, të prehen në gjunau në mëkatin. Jo, nuk lën hapësirë kohore. Direkt përkujtojnë Allahun. Fastaghfiru li dhunubihim. I kërkojnë falje direkt Allahut të Lartësuar. Janë të bindur se askush nuk ka fal gjunaun përveç Allahut, o lam yusirru, dhe nuk këmbgulin në atë gabim. Nuk këmbgulin në gjuna. Dhe ata hum ya'lamun, dhe ata dinë shumë mirë që nëse ecin me këtë formulë, do të jenë të falur prej Allahut të Lartësuar. Prandaj hapi i radhës cili është mos këmbgul në gjuna. Bëre gjunaun, mos këmbgul në gjuna. Tjetë përjashtim, tjetë, po, dakord, edhe nëse përsëritet, mos këmbgul. Për çfarë bën? Direkt pendohu. Pendimi është si një drasje shkruan e nxia aty me një shkrim të keq, ndoshta me gjëra jo të hishme, dhe ti ke luksin, shkoni se çfarë ka dhënë Allahu në dorë. Luksin të kemi, pra në njërin dorë kemi lapsin që zgarravitim në përditshmërinë tonë lloj-lloj gjërash, gjunahe dhe shkujdesje dhe problematika dhe gjëra të turpshme, Zot na ruaj, shkruajmë, zgarravitim aty, po ma na ka dhënë Zoti i Lartësuar edhe mundësinë dhe hapësinë që të kemi në dorën tjetër, çfarë? Atë fshirëse. E marrim me fshirë në fund të ditës. E lë drasën të bardhë. Të bardhë me aksesin dhe me mundësinë për të shkruar përsëri nesër. Tani ti e ke kuptuar që shkrova gabim. Shkruaj pak më bukur nesër, o zotëri. Po mirë, nuk shkrova bukur dhe nesër. Shkrova gjëra për të cilat tani më vjen turp nga vetja. Dua ti ndreq. Çfarë bën? S'ka problem. Merre fshirësën, fshi përsëri. Ky është pendimi. Ora kush ta jep këtë mundësi? Askush përveç as nëna fëmijës nuk e jep. Të durova 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, boll, stop. Sa prej prindërve ka që i kanë nxjerr jashtë, pavarësisht se nuk është korrekte dhe nuk është. Ka nxjerr, shkoj jetën tënde, ma ke nxjerr jetën. Ma ke nxjerr jetën, shko. Ha? Ndodh kjo, ka ndodhur apo? Po nëna, që dihet lidhja nënës me fëmijën dhe ne Allahu i Lartësuar thotë jo, edhe nëse përsëritet, mirë po, mirë. Unë kam një pyetje për ju. Ku është dallimi mes këtij rasti që robi e përsërit dhe fshin, dhe atij i cili është këmbgul? Ky nuk është këmbgulës? Nuk këmbgul në gjuna? Ku është dallimi mes të parit dhe dytë? Sepse i pari që nuk është këmbgulës, çfarë bën? Pendohet. Mirë po është i dobët dhe përsërit.
Kurse ai që është këmbgulës ku dallon se nuk është penduar. Ai e përsërit duke mos u penduar. E bëjmë dallimin apo jo? E përsërit duke mos u penduar. Ky është patjetër pra, i pari çfarë bën? Gaboj, pendohet, prej kushteve të pendimit është, e ka ndarë mendje që nuk do të kthehet, mirë po kthehet. Dakor? Atëherë ky nuk quhet këmbgulës. Nuk, pse çfarë ka thënë Abdullah ibn Abbasi? Ka thënë shprehje madhështore. Ka thënë la saghira ma istimrar. Nuk mund të quhet më një vepër e vogël përderisa përsëritet dhe robi si bën përshtypje fare. Pra s'mund të quhet një gjuna e vogël përderisa robit nuk i bën më përshtypje, e bën lirshëm, pa pendim, se vret më ndërgjegja dhe nuk ka kebira me istighfar. S'mund të ketë gjuna të madh kur e pason kërkimi i faljes. Kur e pason gjithmonë kërkimi i faljes. Cili ishte hapi i radhës? Mos këmbgul me gjuna në mëkat. Hapi tjetër, cili është mos publiko. Mos guxo të publikosh gjunat që nuk janë publike. Ti dhe Allahu. Mos guxo, sepse pejgamberi sa çfarë ka thënë, gjithë ummeti im do të falet prej Allahut të lartësuar, përveç atyre të cilët i bëjnë publike. As mos bëj gjuna publikisht, sepse ke të cënuar xhelozin që duhet të ketë besimtari në zemrën e tij për fenë Allahut të lartësuar, tjetër gjë u ke hapur rrugën dhe të tjerëve u ke thënë ja, s'ka problem fare, shikoj kam vepruar unë dhe s'më ka gjetë gjë, përkundrazi më shtohet akoma më shumë pasuria, mos guxo. Tjetër, dhe atë gjë që ke bërë dhe larg shive të njerëzve, mos e publiko. I gjithë ummeti im do të falet, do të pejgamberi sa, përveç atyre që i bëjnë gjunat publikisht. Dhe s'u bën qeder fare, se kanë për qeder fare. Pra mos i publiko. Tjetër, nëse ja ka disa raste, siç na ka ndodhur, që kanë thënë or hoxh, nuk është aq e kollajshme. Ti më kërkon diçka që nuk është aq e lehtë. Sepse unë tashmë kam ndërtuar në jetën time një lëmsh dhe më duhet që të zgjidh këtë lëmshin e jetës. Atëherë çfarë themi? Ka raste të tilla apo? Ose dikush është pengi një vesi, e ka një ves. Atëherë çfarë? Mos shto vlla, redukto. Nëse nuk heq dot dorë, nëse nuk heqim dot dorë, tani në moment plotësisht nga mëkati, nga gjunau, nga vesi, nga problematika që kemi, atëherë kjo nuk do të thotë që ti të shtosh dozën dhe unë të shtoj dozën, por çfarë bëjmë? Reduktojmë. Dhe nëse reduktojmë, çfarë bëjmë? Pastaj vjen një moment na ndihmon Allahu lartësuar dhe heqim dorë. Rregull hynor, madhështor. Dakor? Mos shto, por çfarë bësh? Redukto. Gjunaun redukto me mëkat dhe kështu me radhë. Dikush përgojon. Ai brenda ditës ai të heqi përgojimin, ose dikush merr me thashë theme, apo dikush lëshon shikimin tek ndaluar, apo dikush bën diçka. Atëherë brenda ditës ndryshon dot njeriu? Brenda orës? Jo. Atëherë reduktoje të keqen. Tjetër gjë, nëse edhe kjo pikë shumë e rëndësishme, para se ta mbyllim, është nëse shejtani i mallkuar na bën që të rrshkasim në një gjuna, në një mëkat, ne atë e godasim me 10 sevape, me 10 vepra të mira. Pra, na mundi në një raund, çfarë bëjmë? Fitojmë 10 raunde të tjera. Pa unë sot kam gabuar, sot i më falt, në një gjë që unë jam i vetëdijshëm që kam gabuar. Atëherë kam mundësi që të bëj 10 punë të mira. Dhe nëse ky mëkat dhe ky gjuna hidhet në brenda 10 punëve të mira, çfarë bëjnë? Inel hasenat yudhibna sayyiat, veprat e mira i fshin veprat e këqija. Të marrësh për shembull një pikë bojë dhe ta hedhësh një fuqi të madhe me ujë, s'ka efekt. Nëse hedh në një sasi akoma më të madhe, s'duket, se hedh në det, asgjë. Ne duhet të mbytymë gjunat tona dhe mëkatet tona në detin dhe në lumenjtë e punëve të mira. Sa më shumë punë të mira, sa ta ka dhikr, dua, buzëqeshje, vllazëri, ndihmes, kontribut, sejdë, lexim Kur'ani, pastaj gjuna, çfarë është një gjuna? Në mesin e gjithë këtyre punëve të mira. Kështu është, kjo është formula ose si thua harta, harta e besimtarit. Prandaj ne e kemi përmendur edhe herë tjetër hadithin, që ishte edhe shkaki i zbritjes së këtij ajeti, që sapo e tham, veprat e mira i fshin veprat e këqija. Ishte rasti kur vjen një person te pejgamberi alayhis salam dhe i thotë o i dërguari i Allahut, u shkatrova. Kam bërë diçka që unë guxoj ta them. E rëndësishme, pejgamberi alayhis salam pothuajse u gjunjëzua. Derisa dërgon Allahu alayhis salam vjen Xhibrili dhe zbret ky ajet
ku Allahu i lartësuar thot: Aqimi salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl. In al-hasanat yudhibna sayyi'at. Fali namazin në skajet e ditës dhe të natës. Që do thot 5 vaktet e namazit. Sepse veprat e mira i fshin veprat e këqija. Veprat e mira i fshin veprat e këqija. Pa pejgamberi sa në këtë moment si thua heshti dhe nuk i dha një recetë të caktuar, receta erdhi prej kujt? Prej Allahut të lartësuar që do thot këtë punë të keqe që ti veprove, mbyte ose pastroje në detin e madh dhe dëgjor të punëve të mira dhe në krye të këtyre punëve të mira, cila është pikërisht namazi. Dhe fundit është mos guxo dhe nuk guxon besimtari që të jetë pesimist. Sepse nëse dikush e ka tepruar me gjuna, ka një gjuna më të madh se sa lista e këtyre gjunave. E dini sa cili është? Që robi të humbi shpresën nga mëshira e Allahut të lartësuar dhe të bëhet pesimist. Dhe sa për njerëzve ka që kanë lënë rrugën, kanë lënë namazin, kanë lënë fen, kanë lënë rrugëtimin drejt Allahut të lartësuar, për faktin se ka shejtani mallkuar nga kjo derë, nga kjo portë dhe ka bërë pesimist. Ja duke ecur rrugës tu çka gomën makinës, çfarë do bësh? Dakor. Fatkeqësi është. Çfarë do bësh? Është maksimumi do ndrosh gomën. Tu çka një gomë apo ndrosh gomën tjetër. Dakor? S'do ulë, nuk do gjunjëzohesh, nuk do vazhdosh rrugën. Dakor? Prandaj në lidhje me këtë gjë ka argumente pafund. Kush mi thot, kush i mbajti mend që të gjitha? Para cila është, të gjithë jemi gabimtar. E dyta cila është, përcaktojmë zonat minuara në jetën tonë. Aty nuk shkelim. Cilat ishin këto të tria? Shirku, padresia, edhe gjunat që kthehen në ves. Hapi radhët cili është mos këmbgul. Po çfarë? Gjunau të jetë përjashtim, jo të jetë normë. Jetën e besimtarit. Tjetër, mos publiko. Tjetër, redukto, mos shto. Po çfarë bën? Gjithmonë redukto derisa të heqësh dorë. Pendohu me sinqeritet plotësisht. Tjetër, pasojë të heqen me të mirë, madje me të mira, me sa më shumë punë të mira. Dhe fundit, mos guxo të bëhesh pesimist. Sepse mëshira e Allahut të lartësuar është më e madhe sa të gjitha gjunat e robëve. Prandaj sa madhështore. Kur ju zotua shejtani mallkuar Allahut të lartësuar, gjeti guximin, ju zotua Allahut të lartësuar. Çfarë i tha? Pasha krenarin tënde, më le të lirë deri në ditën e fundit. Do t'i nxjerr që të gjithë nga rruga tënde e drejtë. Do t'i shkatroj që të gjithë pa përjashtim, përveç. Dakor? Çfarë thot Allahu i lartësuar? Pasha madhështinë time, unë do t'i fal që të gjithë, përderisa ata më kërkojnë falje. Do t'i fal që të gjithë përderisa ata më kërkojnë falje. Allahu na përfshift në mëshirën e Tij, në faljen e Tij. Ne lutim Allahun që të përmirësojmë ditët. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu